interpretimin e keq tendencios. Nëse në shkruajnë 13 faqe. Protestoj. Si 13 faqe. Janë me 10 e 100 faqe. Bara Muslovi da se do iskaja. Skandal në Kuvendin e Maqedonisë, për pak evitohet rrahja mes deputetit të BDI-s Xhevat Ademi dhe Imer Aliut nga PDSH-ja. Kjo ndodhi gjatë debatit rreth propozim ligjit të ri për lustrim. Me çrast, deputeti i BDI-s Xhevat Ademi kërkoi që krahas lustrimit të miratohet një ligj për rehabilitimin e viktimave. Ademi gjatë debatit tha se gjatë kohës së munizmit, hetimet kundër veprimtarëve shqiptar nuk i kanë zhvilluar gjykatësit, por inspektorët e UDBA-s. Por kjo shkaktoi reagimin procedural të deputetit të PDSH-s Imer Aliu. Në sistemin monist, hetimet kundër veprimtarëve politik shqiptar, nacionalistëve shqiptar, të ashtu quajturve aso kohe, iridentist e separatist, nuk i kanë zhvilluar gjyqet, nuk i ka zhvilluar gjykatësi hetus, nuk i ka zhvilluar prokurori, i kanë zhvilluar inspektorët e UDBA-s. Dhe sipas këtij propozimi, çdo i burgosur politik shqiptar në fazën e hetimeve, deklaratat që i ka dhënë para inspektorëve të sigurimit shtetit të ngarkuar nga prokuroria për të zhvilluar hetime, do duhet lustrohen. Ai thej gjitha normat morale, qoftë edhe rregullorës, edhe kushtetuese, edhe njerëzore. Publikisht, para jush dhe para opinionit shqiptar, para së gjithasht, akuzoi se çdo i burgosur nga viti gjatë periudhës komunizmit ka nënshkruar deklarat për bashkëpunim me shërbime. Me këtë intervenim procedural të Aliut, kulminoi situata dhe u ndërprej për disa çaste puna e Komisionit për Sistem Politik. Председателе, 13 фaqe që në shkruaj, 13 faqe që në shkruaj ti. Барам да се доискажа. Pikrisht tot partnerët e koalicionit shpëtuan komision. Ja prekinuam sednicата продължаваме за 15 минути. 7-4. Mos e do të shkelu, ç'është tash, më ne. Ç'është tash. Ndryshe, paraprakisht nga ana e deputetit të PSD-s Goran Misovski, propozim ligji u cilësua si ligj cirkuzant. Kjo deklaratë e tij u kundërshtua nga Silvana Boneva e VMRO DPMNE-s, e cila tha se ligji është hartuar me rekomandim të Parlamentit Evropian, dhe se kjo fjali e Misovskit ka ofenduar jo vetëm deputetët e Parlamentit të Maqedonisë, por edhe të atij evropian. Një ligj i këtillë cirkuzant as pak nuk nxit elaborim të posaçëm. To je preporaka na Evropskë 538 deputet që qëndrojnë pas kësaj projekt zgjidhjeje ligjore cirkuzante. I nderuar koleg, nuk i fyet vetëm propozuesit e ligjit, por edhe këto 538 deputet evropian duke i quajtur cirkuzant. Pas vazhdimit të seancës edhe LSDM-ja ka braktisur punën e komisionit me pretekstin se nuk do të marrë pjesë në miratimin e një ligji nëpërmjet të cilit tentohet të bëhet revanshizëm politik. Ndonëse propozim ligji është propozimi i përbashkët i partnerëve të koalicionit qeveritar, mësojmë se firmën e tyre në këtë projekt ligj e kanë vënë vetëm 2 deputet të BDI-s, edhe atë Talat Xhaferi dhe Nexhati Jakupi.